midis peshkaqenve dhe krokodilve në një nga plazhet që konsiderohet një nga 3 plazhet më të bukur të Afrikës. Jam në plazhin Ishull që ndryshon çdo ditë, jam pjesë e Toke Beach, ndërsa ky quhet Riva to Beach në Freetown, Sierra Leone. T'ju tregoj dhe pjesën përballë dhe t'ju shpjegoj pse konsiderohet një nga plazhet më të bukur të Afrikës, një plazh i lëvizshëm dhe pse mes krokodilëve dhe peshkaqenve. Ky plazh që po shihni ju, mbi të cilin jam unë, është një plazh i lëvizshëm për arsye se përballë ndodhet lumi. Lumi ndryshon deltën e tij, pra rrjedhën e tij. Herë rrjedh në këtë drejtim, herë vjen në këtë drejtimin tjetër, duke ndryshuar formën e ishullit ku jam i vendosur unë. Është një nga plazhet më të bukura të Afrikës dhe sipas të dhënave është një nga 3 plazhet më të bukur, është jashtëzakonisht i pastër, me rërë të bardhë si pudër dhe me ujin turkuaz. Sot nuk është ndriçimi më i mirë për ta kuptuar të gjithin. Shiheni çfarë mrekullie është. Atje tutje është qyteti i Freetownit, është rreth 35 kilometra nga qyteti, pra qyteti është atje tutje, ndërsa këto janë zonat ku qëndrojnë peshkatarët. Tani unë do ju tregoj pjesën e lumit. Mbas shpinës time është deti, po shkoj edhe një herë te deti jam që jam. Këtu jemi ballë për ballë Afrikës. Pra kjo është pjesa e Afrikës që jemi ballë për ballë Brazilit, kjo është pjesa e Afrikës që është përballë Amerikës Latine. Pra, ai ishulli atje tutje është marrë me qira nga një shqiptar. Ju e dini që shqiptarët shfaqin gjithandej, ndërkohë që Oqeani Atlantik, këtu jam në Oqeanin Atlantik, bashkon këtë bregdet të Afrikës me pjesën e Brazilit. Ndërkohë, thash plazhi shumë i bukur, këtu jemi thuajse në det, në oqean, në fakt, edhe rruga quhet Atlantic Way. Tani do t'ju tregoj dhe pjesën e lumit. Zakonisht, në momentet caktuara të vitit këtu shfaqen peshkaqenët, është problem, ja dhe ishulli shqiptarit, ndërkohë që ky është plazhi i lëvizshëm, sikur se thash, është një nga plazhet më të bukura, janë 2, është Lynex Beach, që është më në afërsi të qytetit, po ky është një plazh shumë më i shkret dhe më izoluar. Në fakt, Sierra Leone, por edhe Liberia, edhe pjesa e sipër me gujin e Konakrit, po sidomos Sierra Leone kanë disa nga plazhet më të bukura dhe më të famshme të Afrikës. Por për fat të keq, niveli i turizmit është thuajse zero. Thuajse zero. Nuk ka fare ka ca struktura të vogla turistike që mund t'ju tregoj rrugës, po janë shumë modeste. Ndërkohë që këtej po shkoj në pjesën që të çon në lum. Tani, në lum, në periudhat caktuara të kohës, në varësi të sezonit shirave ose jo, shfaqen krokodilët. Shiheni tani se si është pjesa e plazhit këtu. Tregon se si ndryshon forma. Uji është kristal, që sa i pastër është. Uji është kristal, edhe është shumë i ngrohtë, temperatura vërtitet midis 35-36 gradë, sot për fatën e madh nuk ka diell, sepse po të kishte diell në fakt rëra do dukej më e bardhë dhe deti më i kaltër, po do ishte e pamundur të ecje. Tu po t'ju tregoj lumin. Ky është lumi i cili herë derdhet në këtë delt, e herë del në anën tjetër, del në këtë anë, duke krijuar ishulli në forma të ndryshme. Shifeni, ishulli është duna. Atje tutje kanë dalë për shembull anijet e peshkimit që kanë ngelur në ceksir. Tani unë do eci këtu, nuk e di, a do kem mundësi të dal pa u lagur, se kam dhe celularin në vete. Shifeni sa i pastër është uji. Edhe dunat e këtushme zhytesh në rër. Janë ca nga plazhet më të virgjëra që mund të gjesh në të gjithë botën. Është fatkeqësi që këto zona kaq të bukura, kaq manitse, me palmat që futen deri në det, me rërën e bardhë, nuk kanë turizëm. Megjithatë, në të gjitha revistat ndërkombëtare konsiderohet si një nga plazhet më të bukur të Afrikës dhe padyshim një nga 100 plazhet më të bukura të botës. Shifeni si është pjesa e poshtme.
Freetown do të thotë qyteti i lirë, për arsye se në këtë zonë u vendosë sklevrit e parë afrikan që erdhën nga Amerika për të jetuar sërish në Afrikë, me ëndrrën që do të ndërtonin një Afrikë të lirë si Amerika. Në fakt, ëndra e tyre nuk mori rrugë. Ata pësuan, patën avari nga më të mëdha vetë Sierra Leone, pati një luftë civile, kryesisht për kontrollin e diamanteve 10 vjeçare, që çojnë gati 80.000 të vdekur. Tani do mundohem të kaloj përballë. Jam në lumë, thashtu në lumë, në kohë caktuar, shfaqen krokodil. Vazhdimisht, tani më thanë që s'ka është shumë e qetë, madje njerëzit i ushqejnë në ditë caktuara, që nga shumë thellë. Ndohem të eci ku është më shivesaj pastër shuj. Edhe mëse thellësia shtohet. Jo, shumë thellë, te i duhet dalë prapë në anën tjetër, të dalë më afër deltës, sepse është shumë e madhe thellësia. Afrika është e çuditshme. Para dite takova një burr të cilin e pyeta se si jeton, edhe më tha dalë çdo mëngjes, marr ushqim, marr aq sa më duhet, paguhem aq sa më duhet, dhe i thash po mirë, po kur mos kesh më fuqi të punosh, djesh para, tha ku e di unë, mbase ditën tjetër ose mbas një jave nuk jetoj më, pse duhet mendoj për më gjatë. Po pyesja veten në fakt kush ka drejt, ne europianët që mendojmë gjithë kohën si të sigurojmë veten me vite, apo ky plaku afrikan i cili mjafton ta ketë në rregull deri nesër. Shive tani këtu ku derdhet. Shive çfarë bardhësie ka rëra. Çfarë mrekullie. Shive çfarë kryevepra është. Tani i bie të kaloj në anën tjetër dhe gjithë pjesa tjetër është pjesë me palma edhe me plazhe, po të shkreta, s'ka asnjëri. Shifin sa e bardhë është rëra. Është e bardhë dhe duna. Shumë pak njerëz vinë në këtë vend, shumë veta kanë frikë, shumë mendojnë të rrezikshëm. Në fakt, është një vend me shumë mungesa, por është absolutisht një nga vendet shumë bukura të natyrës, qoftë kur del nga qyteti, qoftë kur shkon në plazhe. Janë disa nga plazhet më të bukura që ka Afrika dhe disa nga pyjet më spektakolare që mund të shihni. Dalja nga qyteti është e mrekullueshme. Thash dhe njerë, në një prej në këtë plazhin këtu, në një plazhin Ishull, i cili është një plazh i rrallë që vërtitet mes krokodilëve në këtë anë dhe peshkaqenëve në anën tjetër. Këtu është Brazili, pra pjesa e Amerikës Latine, këtej është Afrika, ky është lumi që i ndan në mes, unë duhet kaloj atje t'i bashkohem grupit, nga Toke Beach, ose Riva 2 Beach, në Sierra Leone, Freetown, Sierra Leone.